Adriatik Lapaj është roje bashkë me kryesinë e partisë, ata janë kryesia e partisë, po ti shohësh fytyrë për fytyrë, emër për emër. Po të shohësh Adriatik Lapaj dhe kryesinë e partisë Shqipëria Bëhet, janë aty për të ruajtur parkimin nga parkimet e paligjshme. Çfarë ndodhi para 4 ditësh? Ti dhe unë pam një skenë që erdhi policia dhe i mori në hu, apo jo? Po. I dhunoi, apo jo? Po pse? Se pas një ore kishte miting Partia Demokratike. Pra kushti për të bërë protest aty është që ne të shohim televizor tikun që e rref policia dhe i bie të fikët tikut, apo jo? Jo, ideja është aty ishte dëmtuar një shoku im valla. Po prit pra, rrim këtu. A është fakt që për të bërë protest Ali Berisha duhet të rrihet tiku nga policia dhe të bjerë të fikët, po ose jo? Po, është fakt. E pam gjithë. Pra në qoftë se ti do shkosh protestosh te kryeministria, o do bësh me tikun, se s'ke si e bën vet. Ai këtu ti këtu, si do bësh ti? Do të jeton njëri tjetër, se nuk bëhet protesta teknikisht. Pra ai është aty vëlla për të kontrolluar sheshin. Çdo do të për të kontrolluar sheshin. Në qoftë se ti do të shkosh të protestosh te kryeministria, ti do marrësh leje ke tiku. Çfarë leje do marrësh ke tiku? Ta shpjegojmë me një fjali të vetme. O do marrësh leje që të rrihet tiku para kamerave për fajntat nga policia, që ta heqë atë që të rish ti, apo jo? Ose ti do merresh vesh me tikun, që ti çosh njerëz tikut për protestën e tikut, sepse tiku thotë janë pa logo partie. Është gënjeshtra më e madhe. Inxhinieria e opinionit publik shpjegon çfarë është logoja. Ky është rrena e medias që shihni ju. Nuk ka pasur kur një protest me më shumë logo se sa e tikut. Sepse çfarë është logoja e partisë tikut? Mos është një dallëndyshe? Jo, është fytyra e tikut. Logot, markat nuk janë më siç kanë qenë dikur një shqiponjë. Është fytyra e liderit. Kur del Sali Berisha, kush është logoja? Sali Berisha? Sali Berisha. Kur del Edi Rama. Kur del tiku, kush është logoja? Është tiku i partisë. Po mirë avokat tani. Okej. Aty gjithë kryesia e partisë. Këta kanë vajt aty vëlla, i ka çuar Rama aty, që të kontrollojnë në një moment të dhier për Edi Ramën, sheshin para kryeministrisë. Sepse kanë dhënë prova në vitin 2021-2022, që duke kontrolluar sheshin, shpëtojnë Ramën dhe avantazhojnë Ramën. Sepse po të shohësh historinë e tikut, sa herë ka dalë, Rama ka shtuar deputet. Si? Mori 50.000 firma. Nuk i mori kur, po bëri sikur i mori. Nuk u numëruan kur, nuk kanë të qenë kur 50.000 firma. Unë sfidoj publikisht këtë doj të më vërtoj që ishin 50.000 firma në vitin 2020. Dhe u bë ndryshimi i kodit zgjedhor, që i dha Ramës 7 deputet më shumë me llogari që kanë bërë gjithë partitë. Kënë televizor, 7 ka marrë Rama në 2020 me ndryshimin e kodit zgjedhor. Vajtën kritiku i herë ishte Mehdi Shabanin bën reformën Soros drejtësishin, pjesë e projektit reformës Soros drejtësi, i pam su shkatruan gjykatët. Ky doli në vitin 2021-2022, ditën që ne po na shpoheshin studentët me detyrim nga qeveria, që i shpëtuam në atë kohë, për të thyer këtë lloj veprimi që ne po bënim në nivel universitar, shpiku çmimin e naftës. Pra gjithë e Shqipërisë çmimi i naftës. Dhe Rama krye bordit komuniste që kryet monopolin e naftës absolut përgjithmonë, duke falimentuar çdo pikë shërbimi nafte në favor të oligarëve, se çmimi ishte i soj. Po ku do shkosh ti? Ke një super luks apo ke një zgëqe? Çmimi është i soj. Atë do shkosh ka ajo që është më e vend. Pra ishte një projekt i oligarkëve, prandaj dhe ti ku ka gjithë kamerat e gjithë televizioneve të oligarkëve në favor të vetes 24 orë në Shqipëri, se u shërben këtyre. E di se është probleme. Jo për ta marrë edhe e fundit. Në zillet e fundit, me gjithë skemat e tikut, ne pam se si Rama ju shtuan dhe 7 deputet tjerë. Sa herë ka vepruar tiku, vetëm Rama është avantazhuar. Dhe në rastin konkret, roja më e mirë i parkimit të kryeministrisë për të mos parkuar askush protestën aty, është tiku i Sorosit. Askush mund dalin protest pa e çuar njerëz tikut, sepse ashtu përfundon për shkak të markës, fytyrës tikut, që shkruhet se ai thotë nuk jam këtu si kryetar para, ai duhet të dhënë një dorëheqje pika parë. Që në ver, për atë skandal që prodhon në Shqipëri. Unë e dhash për shumë më pak, unë e dhash sepse ke parasysh kam hyrë zgjedhje pa parti fare. Më vonë kemi marrë regjistrimin gjykat. Kemi qenë cop, po mbaj përgjegjësi për atë rezultat. Ky me atë skandal që prodhoi në Shqipëri, që zgënjeu gjithë opinionin publik, që hyri me Endri Shabani. Dhe prodhoi ky duhet të kishte dhënë. Ky aty vëlla është për të kontrolluar. Dhe ti e di çfarë do të ndodhi nesër, një skandal i vërtetë. Nesër fillojnë të ndodhin 3 gjëra. Që nesër fillojnë. Do kemi protestat Arlind Qorit në vend tjetër. Po. Agron Sheh vend tjetër. Po. Qytetarëve vend tjetër. Po. Sali Berisha vend tjetër. Po. Ndërkohë të vet tikut vend tjetër, sepse ti u ka zënë vendin. U ka hequr të drejtë njerëzit të protestojnë para kryeministrisë. Sepse u ka zënë, ka parkuar roja e parkingut të Edi Ramës. Sepse ai tani do bëhet deputet, tiku i Sorosit. Po tiku pretendon, ma tha mua dje vlla, vetëm sinqerisht. Jo, po tani ma tha
off records vlla, nuk ka se që i është ofruar vlla. Kush e beson? I është ofruar, po tani e ka marrë Ilva Gjuzi, e ka marrë Zengjineja ofertë nga Rama, po merr Katiku. Po seriozisht e beson këtë gjë. E di çdo të zëvendës kryeministri ta bisedojmë çik sot, se njës nuk e din çfarë zëvendës kryeministri. Ai ka po deklaratë publike. Është rreno burrë. Është promocion që i bën Rama këtij të mërbos. Ja rreno ka ndodhur kur. Pse Rama për 10 miliardë vjet nuk e bën dot tikun zëvendës kryeministri? Di ti? Pse? Bëjmë një pyetje. Çfarë është zëvendës kryeministri në 13 vjet, në 12 vjet në Shqipëri? Zëvendës kryeministri është Kali Karrotës që i hedh firmën. Është njeriu që duke hedhur firmën mbron Rama nga burgu. Po. Sepse Rama s'ka hedhur firmën. Po. Pra duhet një kamikaz që të hedhë firmën. E para, e dyta. A duhet të ketë informacion top sekret? Po. Kush e ka informacion top sekret? Shojmë kush janë të shkuarit. Gjithë që kanë. Benameta. Po pra, besuar gjithë kanë qenë. Po. Benameta pse është sot në luftë me Ramën? Dhe çka ka mësuar Rama nga Benameta? Benameta është në luftë me Ramën sepse Rama donte me marr gjitha gjonat valla. Është sepse interesat e Edi Ramës konsideruan që në një çast ky njeri po punonte poshtë Rogozit në dëm të Edi Ramës. Po. Ishte marrëveshja që ishte i përfshirë dhe Erion Velia, ishte i përfshirë dhe oligarku i një televizioni, ishin shumë përfshirë dhe filloi një betejë e madhe. Që do të thotë, zëvendës kryeministri ka një rol specifik në Shqipëri, nuk është i Berishës zëvendës kryeministri, as i Ilir Metës, as i Fatos Nanus. Është i Edi Ramës që nuk firmos. Ka një diferencë shumë të madhe këtu. Po më po, kështu si e logjikon ti diferencë madhe. Duhet të besuar i Ramës. Ne Tiku i besuar i Ramës. Tiku është i besuar i Sorosit, po ti do të jesh besuar i Ramës. Do të jesh brenda rrethit, të njohjeve ti personale, sepse do bëj një punë shumë vështirë. Që do thotë, gënjeshtra që Tiku ka marr ofertë për zëvendës kryeministër është, si më thonë ty sot, unë kam marrë një ofertë nga Sorosi, që ishte kaq e madhe që unë do bëhesha zëvendëtori i përgjithshëm i Europës për Soros. Unë mund ta them këtë gjë dhe Sorosi hesht. Edhe kjo duhet të jetë besueshme, apo thotë dhe e ka bërë, duhet të jetë besueshme, kjo është gënjeshtër. Mos mund bësh kurrë një person i tillë për 1000 vjet. Jo se mund mos isha i mund isha i Sorosit. Por është roli, lloji, gjës, veçantia që ka specifika dhe interesat që luhen. Pra, Adriatic Lapaj nuk ka pasur kurrë në jetë një ofertë për zëvendës kryeministër. Kurrë për 10 milion vjet. Është një rren ordinere dhe mua më kujton vetëm një moment kur Rama i thot Tikut në Arian Çani. Kur të vish ti këtu ku jam unë. Që ishte promoja që po i bënte Rama, Tikut, nis Shqipëria po dilte në televizor. Rama po jepte çmimin. Ke parasysh? Ardit Xhebrea po jepte kuror. Koncepti qëndron që kjo është gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Sepse nuk të kap truri se si mund të jetë ky kur ka njerëz që duhet të jenë me këto karakteristika që ky nuk i ka. Sepse ky nuk ka lidhje me Ramën. Në kuptim nuk ka lidhje me Ramën. Ky është një person që është shumë përtej, shumë bishkavalli në raport me Ramën, në raport me grupin e vot. E di sa vjet ka që njeh Rama se me komunistët e vet? Shumë vjet. Ka net me ta. E dyta, marrëdhëniet e tij kanë qenë shumë specifike, personale, me të gjithë. Flasim që kur kanë në pushtet, e jo tani. Dhe Tiku nuk hyn dot në asnjë llogari. Për shembull, kur ishte Erion Velia, çfarë zgjen në kryetar bashkie, llollojesh. Po s'ka rëndësi. Si ishte Velia. Rama ka i specifik firmos vet. Nuk firmos. Pra, nuk firmos vet, fal. Nuk firmos vet. Që do thotë i duhen personat e vet dhe kjo është rend për të promovuar Tikun si një figurë. Tani pyetja është, çka ka ndodhur me Tikun dhe me Shabanin? Se njerëzit nuk e dinë të vërtetë. Njerëzit mendojnë që Shabani i Sorosit ja futi Tikut që s'qen ka i Sorosit. Se thash, luhet me budallet. Çfarë shoqëria? Kohezioni social midis budallëve dhe të mençurve. Dhe media punon vetëm budallet. Dhe Tiku ka partinë e budallëve, gjithë vaksinum nga 3 herë. Koncepti ku qëndron si koncept? Që Shabani dhe Tiku nuk kanë atë që shohin njerëzit. Dhe Shabani kishte drejt për të bërë debutet. Dhe njerëzit nuk e dinë arsyen. Shabani është drejtori, Tiku ishte varci. Kjo është historia. Dhe njerëzit nuk e dinë këtë gjë. Vërtet Shabani nuk bë debutet për 1000 vjet me vota, s'ka. Por ka përgjegjësinë historike raport me Tikun. Ka qenë gjithmonë drejtori i Tikut. Që në vitin 2011, kur Tiku ka hyrë në politik me Kreshnik Spajon. Në fondacionin e Soros, Shabani ka futur Tikun në vitin 2013. Në 2014 Tiku ka filluar punë si vartës i Shabanit tek projekti i pandushkueshmërisë të drejtësisë. Ku drejtor ishte Shabani dhe gjithë kanë parë me video Shabanin me Tikun në Elbasan, që është projekti i fondacionit Soros 2014. Dhe duke dhe në pamje që Shabani flet para kamerash me kostum, Tiku është ushtari, koordinatori i programit. Dhe
Kush e krijoi nismën thurje? Ne gjithmonë kemi parë Adriatik Lapajn, më vonë Pam Shabani. Flasim 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Përse nga Tiku ne Pam Shabanin? Shabani sa po erdhi nga Oxfordi, direkt i tha Tikut, prita që jam unë drejtori. Dhe u baj kryetar dhe iku Tiku. Përse Tiku dhe Shabani ishin në aleancë dhe kishin dy parti? Sepse partinë e Tikut ku i gjeti lekët, ku i gjeti mbështetjen, ke Soros. Prap Shabani kishte rol. Sepse edhe marrëdhënia është hierarkike, është Andi Dobrushi, është Shabani, është Tiku. Kjo ka qenë gjithmonë historia. Dhe Shabani kishte të drejtë thoshte Tikut, pritse me 2 deputet, jemi 2, po dhe me 1, prap do jem unë. Dhe kjo është arsyeja pse i diskutohet që thotë Tiku s'kam thënë unë, po jo kam thënë një kontekst. Ai Tiku ka thënë që ne me 2, 1 nuk do jem unë. Ka qenë kështu. Por Shabani takon si drejtor. I takon si histori Sorosit, sepse kështu funksionojnë strukturat e Sorosit, ka të bëjnë manualet e Sorosit. Dhe Shabani që bëhet avokati i popullit, prodhon Tikun deputet, se njerëzit nuk e dinë këtë gjë. Ju do shihni se si Shabani, Ja arritur pikët Adriatikut. jo, nuk ka të bëjë me pikët, më ka të bëjë me marrëveshjen brenda partive, më burri dot. Ka të bëjë me nismën thurja dhe me Shqipëria bëhet. Në momentin që Shabani bëhet avokati i popullit, i hapet rruga Tikut të bëhet deputet në parlament, sepse tërhiqet partia nisma thurja nëpërmjet Ramës, që të bëhet Tiku deputet 2026. Ky ishte projekti i bërjes Shabanit avokat populli, sepse ka hierarki Sorosi. Dhe Tiku do bëhet deputet. Ja këtu do jemi. Do flasim 2026. Tiku do bëhet deputet, sepse kjo ishte marrëveshje që Rama e drejton dhe e përcakton nëpërmjet Andi Dobrushit. Sepse nuk mund të lehet Tiku pa u bërë deputet në moment që Shabani bëhet avokati i popullit. Pse? Sepse krijohen kushtet. Dhe Tiku është aty si roja parkimit e Edi Ramës për të kontrolluar çdo protestë aty. Siç i kontrollonte në 2021-2022. Që të mos bësh ajo që duhesh bërë. Do ta kujtoj detaj. E mban mend në vitin 2022, një protestë që policia arrestoi mbi 56 vet në para kryeministrisë gjatë natës. Mamë që blidheshin për çmimin e naftës. Ishte ditë shtu. Dhe do bësh protesta e radhës, mas i arrestuan. Dhe gjithë populli ishte revoltuar dhe erdhën gjithë në shesh aty. Dhe vetëm projekti ishte me shkuar ke detyria e policisë për të protestuar. Por ka një element specifik, kur ti merr atë turm, e fut ke rruga e Unazës, e çon ke detyria e policisë, 200 policë e parë bëhen copash nga gurët dhe nga druri. Humbin policët. Pse? Se madhësia e turmës e ngushtuar në rrugë që shpërthen. Më kupton logjikën. Dhe Tiku bëri çmos që të mos shkojë ke detyria e policisë. Bëri çmos, e ka akuzuar dhe Rezarta Çausha që ka thënë do shkoj ke Tiku, tha, se pas ka ndryshuar mendja e Tiku se kështu na e futi në 2022. Është një nga aktivistët e 2022-shit që e akuzonte Tikun publikisht. Dhe unë kam thënë atëre, ja, ky është teatri. Duhet dikush që të kontrollojë, është një siguresa e Ortekut kontrolluar që ne e quajmë. Dhe Tiku ka vajt aty që të mos ketë mundësi njëri të protestojë para kryeministrisë. E vetmja rrugë që ti të protestosh si Shpend Gashi para kryeministrisë është thuash Tiku është kryetari im. Nuk ka asnjë alternativë tjetër. Pse kështu është ndërtuar skema? Kryetari i partisë thotë un jam qytetar. Ndërkohë që logoja e partisë është vetë Adriatiku, nuk është ka ndaj logo. Kush e di logon Tikut, t'ja tregoja njerëzve. Tiku njohin për partinë Shqipëria bëhet. Prandaj edhe në fletë e votimit partitë kanë vendosur emrin e kryetarit, ti e di pse? Po. Që të kuptojnë njerëzit për çka kanë të bëjnë. Më kupton sepse kryetari është logoja e një partie. Kështu funksionon në Shqipëri. Tani e di ku nuk përputemi bashkë. Jepi. Nuk përputemi tek pjesa e faktit që në qoftë se ky do pranonte të ishte parkusi protesta i protesta, roja i parkimit të Ramës. Çfarë më pengon mua vlla, të veten tani të hap gjithër me Tikun. Hajde shkë. Hajde provojmë. Tani dire shkëm aty. Do jemi qesharak nëse do hapim një aty. Sepse ka zënë, ka krijuar modelin. Të gjithë të tjerët, tu prandajemi, pse nuk vajtëm dhe ne vlla? Po ku të shkojshim, ke Tiku? Më para më se Tiku. Shkojshim përpara se Tiku. Kush është ka informacionin ai shkon. Kush ka informacionin shkon. Rama e ka informacionin. Rama çon Tikun, duke kotit shkosh, e ka mbaruar punën e tjetrit. Ke parasysh si funksionon? Informacioni dhe politika janë dy gjëra që ecin bashkë. Ti s'mund të bësh po s'pat informacion. Normale më. Dhe Tiku kishte infrastrukturë që ti s'e ke. Pse çdo infrastrukturë? Infrastrukturë do thotë kesh mjete. Kjo parti është nga më të financuara që zyrat e tyre janë më të shtrenjta se të fondacionit Soros. Po ti shohësh. Shko shifi dhe çmimin sa e kanë. Shap dokumentat e KQZ-s ti shohësh. Po. Kjo parti është krijuar nga Sorosi dhe ka media, ka gazetar, ka televizione, ka shoqata, ka individ, ka grup dhe prap ka ngelur me kaq pak vet. Pse ka ngelur me kaq pak vet? E ke pyet veten ndonjëherë? Sepse po të shkosh aty shkon për të thënë që un kam kryetar Adriatik Lapaj. Një
në këndvështrimin tim, një njerëz që do kishte dhënë dorëheqjen gjatë verës. Në këndvështrimin tim. Pse? Me atë skandal që prodhoi në Shqipëri. Nuk ka skandal si ai në historinë e klasës tonë politike. Gënjyen një grup njerëzish, pastaj tha ma ka bërë gjyq me Rimanga. Më tha ky gjyq me Rimanga. Sa kohë ka me ty? Si nkratat. Nuk po se ky flet me teorinë tradhare, nuk ka të bëjmë fare me tradhti. Ju të dy keni qenë bashkë në çdo histori. Ti ka ardhur prej Endri Shabanit në lojë, e futur në politikë prej Shabanit. Dhe ti s'mund thuaj që Shabani ma futi sot. Ju bashkë prodhuat këtë lloj skeme, sepse kjo skem që ju prodhuat nuk kishte të bëjë me ju dy. Luish interesa më të mëdha. Ideja është si do merrte Rama 83 deputet. Pra ju bët një skem që të prodhonte Ramës me 64.000 vota e juja 7 deputet plus bashkë me votat të tjerëve. Ke parasysh konceptin. Kush e ka fajin kryesor se ka Shabani, Mastiku, Partia Demokratike, asnjë diskutim për këtë gjë, që ata janë pjesa më e kapur e sistemit. Po ne po i marrim pjesë si segmente. Ti nuk mund të shkosh do të sheshin Skënderbek për veset për krash, tezën e Tikut hajeni këtu pa logo. Vetëm ja logo në atë protestë fytyra e Tikut, që zëdhënsi politik, imazhi i logos tyre. Pra këtu është çështja, Tiku po të kishte dash protest para kryeministrisë, siç e thotë sot, do mundogonte Tiku. Mund të kishin qenë çuna dhe gocat e tij. Vetëm Tiku jo. Tiku do të shkonte e dyti, treti, katërt. Hajini këtu se jam unë. Më fal, hajini këtu që të legjitimoni mua sekretar partie dhe deputet në parlament që do bëjmë tani për shkak të marrëveshjes Shabani, Rama, Soros, Adriatik Lapaj. Unë kam vënë bast publikisht me surratin tim që Tiku bëhet deputet. Ma kuptove logjikën. Nuk po unë po luaj me emrin tim kur e them, ai tani do bëhet deputet. Sepse Shabani do të tërheqë familjarët e vet. Dhe kërkoi Rama. Kështu funksionon. Po sikur duhet sillet mirë. Po nuk i tërhoqë. Ja kanë futur kot. Është përgjegjësia ime, unë s'kam thënë ja kam futur kot në rezultat. Po sikur për shembull ti tërheqi Shabani, edhe Tiku pastaj të bëj lëvizjen jo nuk e dua. Kaloj te pasardhëse. Si do ta shikoje? Unë të garantoj diçka dhe ti je të sigurt për gjithë. Tiku do bëhet deputet. Pse? Sepse këto janë rregullat e Soros, nuk ka të bëjë me Tikun dhe me Shabanin. Pra gjithë kjo histori, keq kuptohet se ne kujtojmë se këta të dy janë komandantë Ender Kuca. Fiksohet këtë fjalë, Ender Kuca, nuk janë Gica. Nuk më fal Dosa. Këta Ender Kuca fiksohen i gjithë. Dosa është Sorosi, është fondacioni, është mekanizmi. Luan Rama, Luan Dobrushi, s'ka rëndësi emrat. E rëndësishme që ta do ore çdo gjë po ndodh sipas manualeve të Sorosit. Nuk mund të bëhesh Tiku para Shabanit, se ai është një hierarki më lart se sa Tiku në Soros. Është kjo rregull, unë e kam thënë këtë para se të bëhesh Shabani avokat i popullit. Ka një rregull, ka një hierarki në këtë mes. Dhe po them, Shabani do të tërheqi familjarët e vet nga pretendimi për deputet me urdhër nga lart. Dhe çdo kush do guxojë të shkeli urdhrin, do telefonohet që të tërhiqet. Në 2026 do shohim Tikun deputet. Fillimisht duhet ta meritojë herë deputet. Po pse në 2026? Sepse tani ai duhet fitojë pikët që të riabilitohet. Kjo është sekret, duhet të riabilitohet Tiku tani në këtë moment. Surrati i tij është i degeneruar. Prandaj shkon më njëri. Ke parasysh s'kam parë protestë më të dëshpëruar se ajo. Sepse kishte edhe pordhën, më fal për shprehjen, që unë do dal vetëm do mbush sheshin. Është kjo modeli i Lacit Laçës. Ke parasysh që thoshte ai, që ai ka qenë më fal për shprehjen, rrëmbythja e Sarandës, bën kështu si ka qenë Laci Sarandës. Jo, më është ordiner në këtë aspekt. Unë jam gati të ballafaqoj me të për 4 vjet të zguxon. Nuk guxon se unë e njoh biografinë e skemave të Sorosit, të strukturave të brendshme të Sorosit, siç nuk e njeh njëri në Shqipëri. Kjo është edhe arsye pse jam censurën. Nuk jam censur se kam marrë miq. Biles nëse ka pas një shqiptar që ka pas gjithë miq gazetarët, është Altin Goxha dhe si kam sot flas për 35 vjet. Unë jam censur sepse nuk duhet të them këto gjëra që kanë bënë me anatominë. Ti e di historinë time me këtë Ylli Rakipin. Më ftojnë në emision bashkë me këtë Arjan Currën dhe vuri baste, bëri be rrufe para gjithë popullit shqiptar. Ylli Rakipi që do më ftonte duke mballafaquar me dokumentet e Sorosit dhe s'm ftoi kurrë më. Sepse dilte blof, dilte lakuriç, çdo gjë, si e njoh unë këtë strukturë në Shqipëri se njeh kush. Dhe unë po ta them troç. Ai është roja i parkimit e Tiranës, si çdo protest parkohet në kontrollin e Tiranës. Dhe të mos ketë probleme Rama tani që është një hall shumë të madh që mund ta analizojmë tani çfarë halli ka Rama. Çfarë halli ka Rama? Rama i herë duhet të shpëtojë nga Belinda me çdo kusht.
Ky është halli më i madh, është një gangren që duhet presi dorën. Problemi është që gangrena i thot, ore, guxo dhe më prit. Se të pres dhe unë, i thot gangrena. Që do të Rama duhet të justifikohet para gangrenës, do t'i mushim e gangrenës, që unë do të mbroj deri në fund. Po në të bëj dhe spektaklin publik të mbrojtjes gangrenës. Por Rama në thel kërkon të shpëtoj nga gangrena. Kërkon të shpëtoj nga Belinda Balluku. Ky është fakti. Po është i lidhur ai me pranga. Duhet të bëj çdo gjë. Është binjak si Amez, më. Po, duhet të bëj çdo gjë që ti mbush mendjen Belindës që unë nuk lash gjë pa bër. Rama vdes çdo ditë ka çik pa lëshuar Belindën. Është si gangrena, në qoftë se ka i fjalë që shkon si terminologji politike këtij momenti, është Belinda është gangrena e Ramës. Sa më parë Rama të pres dorën me gjithë gangren, aq më shpejt ai shpëton, sa ai nxjerr duar të reja, nuk ka asnjë problemi. E dyta, Rama ka një problem të dytë shumë të madh akoma, familjar. Ç'a? Arrestimet e fundit në si quhet kjo informacionit? Akshi. Problemi është dhe familjari i Ramës. Antarët familjes të gruas vet janë të përfshirë në këtë skem dhe në përgjithësi del familja e Ramës. Dhe Rama ka i hall. Kjo histori e lidh drejt për drejt me dhëna korrupsioni, të cilat janë kaq të dukshme, kaq të prekshme sa atë dëmtojnë në imazh, se nuk e dëmtojnë gjë tjetër. Se Rama nuk vjen të arrestojë dot Spaku. Ja u shpjegoj njerëzve pse nuk e arrestojnë Spaku. Pse se ta arrestosh që kryeministrin e detyrë. Të gjithë po presin arrestimin e Ramës. Të gjithë presin gënjeshtën e madhe që prodhon lavazh i trurit i tenteve në çdo televizion. Nuk mund të arrestohet edhe Rama nga Spaku për shkak se teknikisht, proceduralisht, aq sa mund të arrestohesh një oficer të gardës, kondi Sali Berisha ishte janar, aq mund të arrestohen edhe këta. Por Berisha shkoi mendje kujt më arreston 2011, moment. Luash për oficer të gardës. Po. Sot, ajo që shpjegoi Rama këto ditë me telefonet që tha një herë që mua s'vin të marrë do telefonin e marrë në skenin. Dhe e dyta pisqollat e BKH-s me gardën e vet, të lacat. Ishte mesazhi, orë vëlla, unë i kontrolloj të gjithë. Kishte hedhur një video dje në TikTok me këngën e Noizit. Jo vetë dini çka po mbisha. Kush e kishte nxjerr? Rama vet. Seriozisht personalisht? Po. Jepi, se që ka burg. Do ta tregoj pastaj se hapim dot tash për jepi se që ka muzika. Do ta tregoj pastaj. Andrea. Iku Andrea. S'kemi asnjë. Po cigare Andrea. Na kanë braktisur. Jemi vetëm. Atë fillojmë flasim se na dëgjojmë. E kalojmë pjesën. Besoj se për protestën e Tikut edhe versionin tat. Po, absolutisht.